Elbasani është rënditur mëngjesin e sotëm, rreth orës 8, një aksident tragjik ka marrë jetën një 7 vjeçari në qytetin e Elbasanit, konkretisht në aksin Librasht Elbasan në fshatin Mengël, shumë pranë shkollës së tij. 7 vjeçari ka qenë i shoqëruar nga ëma, ka shpëtuar duarve të saj dhe për të kaluar rrugën për në shkollë, atë ka shtypur një automjet i drejtuar nga një shtetas 61 vjeçar dhe aksidenti ka qenë aq fatal saqë fëmia vetëm 7 vjeç ka mbetur i vdekur me njëherë në vendin e ngjarjes. Ngjarja padyshim që ka tronditur jo vetëm banorët e zonës, por gjithë qytetin e Elbasanit. Është një ngjarje e përsëritur në këtë aks rrugor dhe më parë ka pasur aksidente me vdekje jo vetëm të moshës së vogël, por edhe të moshuarve. Qytetarët nga vendi i ngjarjes janë shprehur të tronditur jo vetëm për vonesën e ambulancës apo mosmarrjen e masave në mënyrë të menjëhershme në këtë aksident të ndodhur ditën e sotme, por edhe për shkak të shpejtësisë të normave të lejuara që hecin shoferët në këtë aks rrugor. Padyshim që sinjalistika është, policia rrugore është këtu sipas banorëve të zonës, por megjithatë ata nuk i respektojnë këto sinjalistika dhe kjo ka çuar edhe një herë tjetër në humbjen e jetës së një 7 vjeçari, një fëmijë të vogël i cili është nisur për të shkuar në shkollë dhe mëngjesi ka qenë tejet fatal jo vetëm për atë i cili mbeti i vdekur, por edhe për familjen e tij